Të dashur miq të televizionit Nova, studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe këtë javë. Ju tham që nga java e kaluar se do thot për këtë emision kemi përgatitur diçka, një emision special dhe pikërisht ajo do të ndodh sot para meje, do thot special për mua dhe për ju në debatin studio hapur në gjuhën shqipe do ta kemi liderin e Aleancës për shqiptarët zotëri Zjadin Sela. Zotëri Sela, kënaqësi që ju kam në studio dhe më vjen mirë që pranuat ftesën pas disa insistime. Lehtësia është e ime, faleminderit për ftesën, çdo herë i hapur për të qenë transparent me publikun. Zotëri Sela, sot do t'i prekim disa çështje thelpsore, mendoj që ka interes edhe opinioni. Mirë, por para se t'i kyçemi ative temave, t'i kthehemi pak rezultatit të zgjedhjeve. Dolet një subjekt i ri politik me dy subjekte të reja, do të thotë të cilët veçmo ishin në atë fazën përgatitore, si RDK-ja pas ndryshimit të leadershipit dhe unitetit gjithashtu. Sa ishin rezultatet të kënaqshme për juve? Çdo herë kam thënë që pritjet tona kanë qenë më tepër, natyrisht që ndoshta u bën edhe ca gabime strategjike, kuptohet, por nga ana tjetër ne jemi përballur me një fushat shumë të ashpër. Kemi qenë, thënë ndryshe, vetë kundër gjithë, ose gjithë tjerët kundër nesh. Opinioni është i njohtuar edhe për marrëveshje që kanë bërë parti politike me njëra tjetrën vetëm e vetëm për të na godit ne, lëvizjen për reforma PDSH shkruan në atë dokument. Mos flasim pastaj për pjesën tjetër, kemi pas një cenzurë të papar mediatike, nuk kemi pas qasjen nëpër mediumet, nuk është edhe atë minutazhin e garantuar për reklama, të cilën e kemi pas që e garanton ligji, nuk na është mundsuar e njëjta. Po sido që tjetë ne sot themi me krenari që ne kemi 36.000 vota të pastra vullneti dhe jo shantazhi dhe blerje, por i kemi vota të cilët janë vota bindjeje, platforme dhe ideje. Dhe në këtë aspekt jemi shumë më rahat se gjithë subjektet tjera politike që mendojnë që kanë fituar më tepër deputet, por nga ana tjetër ato veti dinë se çfarë lloj votuesish kanë brenda. Zotëri Sela, jeni përfshi, do thot në ato zgjedhjet shumë shpejt ju erdhën zgjedhjet, nuk kishit kohë për të përgatitur sa duhet. Mirë, por rezultati më i mirë dol në njësinë e 6 zgjedhore. Pse mendoni që dështun këto njësi tjera, njësia 1, 2 dhe 5? Jo, realisht, nuk është që dole më mirë në njësinë e 6 zgjedhore, edhe atje kemi pas pritje më tepër. I vetmi dështim na ka ndodhur në zonën e parë dhe zonën e 2 zgjedhore. Atje ku uniteti insistoi që të marrë barësit e listave? Tani, nuk është që insistoi, udhës ishte që edhe ne t'i japim diku bartës liste. E tani nuk e di, a ka ndikuar edhe ky fakt, apo jo, sepse dini si është këtë punë, me saksi gjërat nuk mund të dijen. Keni drejtu gishtin pastaj për të marrë atë peshën e përgjegjësisë edhe ato për rezultatin e dobët? Jo, as pak. Dëgjoj, ne kemi drejt bëjmë analiza gjithë secili veç e veç brenda subjekteve politika tona të cilët bëjmë pjesë në Aleancën për shqiptarët. As pak zot ishte korrekte që ne drejtojmë gishtin të njëri tjetrit, sepse atë shkuptim do të kishte funksionimi i Aleancës. Çka do të ndryshonit sot nëse shkohet në zgjedhje? Sot? Nga pikpamja e sotit, çka do të kishte ndryshuar në funksionimin e Aleancës? Do duhet më seriozisht i qaset kampanjës si kampanjë, ku insistohet që të merren edhe kandidat lista për deputet, do duhet të merren edhe obligimet tjera që vinë për kampanjë, sa i përket kampanjës dhe organizimit të gjithë kampanjës. Ditëve të fundit po flitet, do thot, për një shkrirje të mundshme të 3 subjekteve në një subjekt politik. Çka ka të vërtetë këtu për hir të opinionit? Jo ditëve të fundit, po kjo diskutohet një kohë më gjatë. Çka ka të vërtetë këtu? Nuk ka asgjë konkrete. Parimisht, unë jam dakord, unë bëj pjesë të ato politikanë që mendoj që ne duhet gjejmë kapacitete brenda nesh që të bashkojmë sa më tepër forcat, që mos krijohen pastaj keqkuptime tipit, ja si ju për shembull, në fillim të emisionit thatë kryetari i Aleancës për shqiptarët. Unë nuk jam kryetari i Aleancës për shqiptarët. Jeni bartës për shkak se jam kryetari i Lëvizjes për Reforma PDSH. Dhe pastaj mund krijohen keqkuptime në këtë drejtim, po nëse pa rëndësi. Jeni bartës i koalicionit apo? Jo. Për shkak se në rotacion jeni marrë vesh, do thot ashtu si... Po, kemi nënshkruajtur tani një marrëveshje, një rregullore që në rotacion funksionojnë këtë formë. Do thot tash për tash jeni lideri i këtyre 3 subjekteve politike. Kështu i bie.
përfaqësoj, jo që jam lideri i këtyre subjekteve politike. Zoti Sela, ti kthejmë edhe pak zgjedhjeve parlamentare. Çdo herë është debatu edhe u stërgjat tema do të thotë e bashkimit të mundshëm, do thotë dhe një koalicionimi të mundshëm me Lëvizjen Besa. Pse kjo nuk ndodhi? Duhet t'i pyetni ata. Për anën tuaj pse nuk ndodhi? Për anën time, ndoshta është dasht ta pres këtë punë më herët. Vetë fakti që nuk e kam prerë këtë punë dhe i kam dhënë mundësi bashkëpunimit, është treguesi më i mirë që unë i kam qenë për bashkëpunim opozitar. Dhe vetë fakti që ne bëm një koalicion për herë të parë në historinë e zgjedhjeve brenda kampusit politik shqiptar, ne kishim 3 subjekte politike në një koalicion. Kjo ishte edhe një dëshmi që ne jemi të hapur për të bërë koalicion. Dgjoni, unë nuk kam pas asnjë motiv të bëj me unitetin koalicion dhe mos bëj me Lëvizjen Besë, ose të bëj me RDK-n dhe mos bëj me Lëvizjen Besë. Unë kam qenë i interesuar për legitimitet, për të fituar zgjedhjet. Siç duket Lëvizja Besa ka qenë dhe është e interesuar vetëm për të faktorizuar në skenën politike. Ndoshta mendojnë që mundet t'jenë më ndryshe, por në qoftë se ne nuk bashkojmë kapacitetet tona politike, të gjithë spektrit politik shqiptar, ku ka mundësi para zgjedhjeve, në një koalicion para zgjedhor, dhe nga ana tjetër pas zgjedhjeve në një koordinim përbashkët dhe një tryezë përbashkët, ne nuk mund t'i arrijmë qëllimet politike tona dhe t'i përfaqësojmë denjësisht shqiptarët për cilëve marrin votë. Para zgjedhjeve keni pohu si ju, si zotri Kasami, për shkak se duhet këto subjekte të reja politike ta largojnë këtë të keqet prej shqiptarëve, siç po të thotë çdo herë keni thënë se ajo është BDI-ja. Për t'i larguar ato prangat nga okupimi të cilit i ka ngërthy shqiptarët, është dash domosdoshmërisht një bashkim i këtyre 2 subjekteve politike për të larguar BDI-n nga pushteti. Me daljen në opinion të këtyre 2 subjekteve dhe në zgjedhje kështu të ndarë, keni dhënë legjitimitet BDI-s. Keni pat arsyeshme ju dhe Lëvizja Besa të kërkoni falje shqiptarëve që lat edhe një herë BDI-n në pushtet? E tani po i ngatroni pak deklaratë. Unë askund nuk kam thënë që Besa po e thoshte që gjithkund thotë ta fitojmë BDI-n, ky është qëllimi jo. Ju për kanë keni hyrë ta fitoni? Tani, unë kam hyrë që t'i bëj fitimtar shqiptarët. Unë BDI-s kam thënë që duhet i marrë legitimitetin nga duart. Ajo është ta fitoni në zgjedhje. Po motivi i veprimit politik nuk mund të jetë vetëm ta fitosh BDI. Se çfarë i bie pastaj, mbasi ta fitojmë shkojmë në shtëpi, u arrit qëllimi. Dhe motivi, veprimi jon politik ka të bëjë me avancimin e drejtave të atyre që ne i përfaqësojmë, me ndërprerjen e eksploatimit që u bëhet shqiptar. Me një jetë më me dinjitet këtu, në vendlindjet e tyre, në trojet e tyre. Ne nuk jemi gurt hedhur prej diku, jemi gurt mbir këtu në këto troje. Dhe prandaj them, janë ngatruar tezat. Unë kur nuk mund të jem dalë dhe të bëj një kampajnë politike kundër këtij ose kundër atij. Unë kam bërë kampajnë politike për shqiptarët, për të bashkuar në një forcë të vetme veprimin politik shqiptar, tani mbas zgjedhjeve. Jo një dëshmitar që unë për ditë po e jap këtë kontribut. Në ndërkohë që Lëvizja Besa do duhet i pyetni ata kanë qenë ndoshta vetëm me këtë qëllim që të fitojnë BDI-n. Unë nuk ndjej obligim që t'ju kërkoj falje shqiptarëve, sepse dini si është gabimisht e shtruar pyetja. Fundit, shqiptarë janë ato që e kanë votuar BDI. Dhe, e them fatkeqësisht, janë shumicë, akoma, megjithëse shkoi për gjysmimi i elektoratit të tyre. Është e njohur teza që populli ka drejtë edhe kur gabon. Dhe në rastin konkret ka bërë dy gabime të mëdha. Një që ja dha përsëri legitimitetin BDI-s, por nga ana tjetër ne duhet ta respektojmë këtë. Që pastaj nesër t'ju themi përsëri që në vend të gabuar e çoni legitimitetin tuaj, votën tuaj. Dhe gabimi tjetër që është akoma më i rëndë është një pjesë e madhe e elektoratit shqiptar. Votoi LSDM-n. Pikërisht aty është një pjesë flitet që kanë votuar dhe VMRO-n. Ky është gabim i madh, por natyrisht ne pikës pari do duhet ta drejtojmë gishtin nga vetë. Unë këtë temë kam shqyrtuar edhe gjatë zgjedhjeve parlamentare, gjatë fushatës.
dhe kur më është drejtu pyetje ose kur bëj debat që pse ndodh, realisht një kontribut të madh këtu ka dhënë subjektet politike të cilët kanë qenë 15 vite ose 25 vite në skenën politike. Ato të cilët e kanë heq nga veprimi politik iden, ideologjin, platformën dhe e kanë shëndru veprimin politik vetëm në interes personal, marr jap. Thot, nëse ti ke mësuar popullin që vota ka të bëjë me atë se do të fusën punë ose do të nxjerr prej pune. Nëse ti e mëson popullin që do të merresh me politikë që të bëhesh ministër dhe për asgjë tjetër. Dhe pse populli mos shkojë dhe të orientohet atje ku mund të realizojë këtë interes direkt. Unë them natyrisht që kjo qasje është gabim. Dhe prandaj faji duhet kërku ke ato të cilat e mbollën këtë logjik politike. Nëse ti udhëheq fushat, ja po e marr shembull 2014, dhe gjithë fushata brenda kampusit politik shqiptar bazohej në njërin që thoshte do hy me një deputet në qeveri dhe tjetri që thoshte do hy me legitimitet në qeveri, pa u kujdes as pak për programin dhe platformën e tyre që duheshin të implementohet, natyrisht që do të kesh pak kënaqësi popull. Prandaj rrjedhja e përkohshme, po them, se unë e di që është e përkohshme. E këtyre votave ka pikërisht këtë shkak. Shqiptarët kishin mëllef për të dënuar veprimin politik të aktorëve politik të deridjeshëm në spektrin politik shqiptar, por nga ana tjetër mendoj që vepruan me logjikën për inat ti me re thera ti mbir. Apo nuk do duhet vepruar me këtë logjik dhe mendoj që njerëzit janë vetëdijsuar sepse brenda kampusit politik shqiptar ka shpresë. Nuk janë vetëm ato aktorë të vjetër politik, është alianca për shqiptarët e cila nuk bën kompromis dhe pazarllëqe me atë që quhet interes shqiptar tonë me qenë. Zoti Selat, keni akuzuar do thotë disa herë funksionarët e BDI-s që janë të zhytur në korrupsion në gjitha këto gjërat të cilat edhe tash i përmendet. Sa do të jetë tash po flitet vetëm një koalicion i mundshëm mund të bëhet do thotë mes LSDM-s, BDI-s dhe Aleancës. Sa do të jetë lehtë para Aleancës që të koalicionojnë pikërisht me ato persona të cilët kanë qenë të zhytur në këto akuzat të cilat ju i keni drejtuar? Ne nuk kemi marrë vendim për të bërë pjesë qeveria akoma. Po flitet në opinion për shkak se është shumë afër një koalicion i tillë. Në opinion mund të flitet, por mundësia është e hapur, kuptohet. E tani kam akuzuar për krim dhe për korrupsion e tjerë. Gjithmonë dyshimet dhe ato të cilët politikisht kemi pas këto akuzat. Dërsa akuzat tamam për krim dhe korrupsion nuk është që duat ruaj dikën, mos keq kuptohen. Ka të bëjë më tepër me duhet i hikim logjikës drejtësisë turmave, që po mundohet të instalohet këtu në Maqedoni ka ca vite. Ku di unë, dikur ishte një turm që bante gjuhë ti shtrigash dikën tjetër, tani është një turm tjetër, ajo me shumë ngjyra, kjo me më pak ngjyra që bën të gjuetin e shtrigave të një grupi tjetër. Apo. Tani, ajo drejtësia e turmave është treguar historikisht që udhëhiqet nga kryehorra. Apo. Dhe një moment historik po marr. Turmat ishin ato që kryqëzuan Jezu Krishtin. Apo. Dhe prandaj them, njerëzit duhet të kenë të drejtën që të dëshmojmë pafajësinë e tyre. Dhe në këtë drejtim, nëse Aleanca për shqiptarët, them nëse do të jetë pjesë e koalicionit qeveritar, ne do të kërkojmë pa përjashtim të gjithë deputetët që janë brenda, ministrat të heqin dorë nga imuniteti dhe të zhvillohet proces gjyqësor ndaj tyre për ato të cilët ka dyshime. Mira do të ishte që në ekzekutiv të ketë njerëz të pastër, figura të cilët nuk janë të përmendura ose nuk kanë ndonjë hetim nga prokuroria speciale, por edhe ndonjë hetim tjetër, por nga ana tjetër do të ishte as pak korrekte që unë t'ja zgjedh zotit Zaev ministrat,
dhe zotit Ahmeti, sepse, dini pse jo, se nuk do të lejoj kur që ose njëri ose tjetrit mi zgjedhin mua, në qofë se çdo herë do t'jem pjesë e qeverisë. Zotër Sela, si e vlerësoni tash situatën politike, jemi në një krizë shumë të thellë, tani veç mo gjërat përshtypja ime do të fillojnë edhe të eskalojnë për shkak se kur veç mo populli del në rrugë, nuk ke stabilitet politik, nuk ke institucionet e cilat mund të funksionojnë rehat. Cili është ai çelësi për dal nga kjo krizë? Kuptohet se thirrja e seancës parlamentare për të zgjedhur kryetari i parlamentit, mirë po si do të ndodhë ajo? Gjithë kanë qejf marrin pronësinë e popullit. Po unë kam përshtypjen që populli është në shtëpi dhe po ndjek me shumë shqetësim zhvillimet politike që ndodhin. Nga ana tjetër, partitë dhe politika vazhdojnë të jenë në rrugë, në ndërkohë që vendin e kanë institucione. Apo. Edhe një shoqat jo qeveritare kur regjistron, duhet sjellësh një statut të asaj shoqate, me cilën regjistrohesh në gjyq. Ku janë rregullat e sjelljes dhe të lojës të asaj shoqate. Shtetet funksionojnë mbi bazën e rregullave të shkruara, pa kushtetut dhe pa ligje. Shtetet janë anarki total, dhe atëre drejta nuk kemi nevojë ta kërkojmë te asnjë institucion, po do duhet ta mbajmë në xhepin ton të drejtën pastaj. Dhe ta shfrytëzojmë sipas qejfeve që ne i kemi. Dhe situatat e një anarkie totale, unë nuk besoj që do të kish dashur gjithkush, sidomos populli, tu në Maqedoni. Sepse kjo situatë anarkie totale do t'ju shërbente pikërisht njerëzve të cilët duhen të fshihen nga krimi. Vetëm atëherë të drejtën e cila do duhet t'i gjykojë dhe t'i ndjek tani pas formimit të qeverisë, ose do duhet edhe sot, pse duhet ndaloj një proces i tillë. Vetëm atëherë ato do të kenë mundësinë që këtë drejt ta kenë në xhepin e tyre dhe mos përgjigjen para organeve të drejtësisë për shkeljet ose mos përgjigjen. Është e vrashtë. Mos kenë drejtën të tregojnë pafajësinë e tyre, fundit. Nëse arrin edhe këta, nuk ka asgjë të keq që duhet të jenë qytetar të lirë. Prandaj them, në ndërkohë që për pjesën tjetër të përgjegjshme të politikës, që janë shumica, 99% e popullit dhe politikbërjes, se shumë pak janë individët të cilët kanë shfrytzuar. Ka një shprehje që thot patriotizmi është streha e fundit e qyqarëve. Kam qenë shumë kundër kësaj, po tani po merr kuptim me këto zhvillimet e fundit këtu në Maqedoni. Me të vërtetë që ky lloj patriotizmi që e shohim sot rrugëve të Shkupit është strehë e qyqarëve që duhen të hikin drejtësisë, që s'kan burrninë e nevojshme që të thonë po, nëse mendoni unë jam i pasë, po nëse mendoni që kam bërë shkelje, unë jam i gatshëm të përgjigjem. Prandaj them, sot po merr kuptim një gjë e tillë. Cila është rruga? Ajo që është e shkruar në Kushtetues. E para, duhet konstatojmë gjithë bashku që presidenti i shtetit, ne gjatë kohë kemi thënë, ose kam pranuar kur për president nuk i përfaqëson shqiptarët, kështu thonë edhe ca subjekte tjera politike e tjerë, pa i s'kish përfaqësuar as maqedonasit. E kish përfaqësuar vetëm VMRO dhe VMN. E para punës, presidenti i shtetit shkel sa herë t'i kujtohet kushtetuta. Dhe kjo kalon pa u gjykuar i njëjti, pa u thirrë në përgjithësi. Dhe ne nuk duhet ndërtojmë asesi shtet në të cilën vlejnë rregullat dyfisht. Presidenti i shtetit duhet përgjigjet para ligjit dhe kushtetutës njësoj si ai qytetari i zakonshëm. Me shtë drejti ky sistem nesër do të burgos dikënd që ka vjedh 1 kilogram bukë dhe nga ana tjetër e lejon të lirë një president i cili rrezikon jetën e qytetarit duke bërë një tip grushteti, do të thënë ndaj shtetit. Kushtetuta është shumë e qartë. Thotë që presidenti është i obliguar që t'ja jap, i obliguar, jo të mendohet, po i obliguar që t'ja jap mandatin atij që siguron shumicë, që dëshmon që ka shumicë. Kjo është dëshmuar me nënshkrime, 67 nënshkrime më duket se janë. Dhe jo të merret me ato prallat tjera.
të cilët nuk mbajnë as pak. Është ta mbaroj idenë rruga cila duhet jetë. Po në qoftë se deri tani ka pas një problem dhe nuk është bë kjo, ka vetëm një pjesë, një shprastir ligjore ose shprastir veprimi, megjithëse s'është në gjë e madhe. Në rregullore thot parlamenti që kryetari i parlamentit e informon presidentin për formimin e një majorancë ose shumice në parlament. Prandaj do duhet thirrët parlamenti. Dhe parlamenti do duhet mbaj seancën, të përfundoj seancën konstituive, të zgjidhet kryetari i parlamentit, të informohet presidenti që ka edhe njëherë që ka shumicë parlamentare për të bërë qeverinë. Vetëm të informohet. Dhe gjithë kjo rrezikon të bjenë në gjykatën kushtetuese. Jo, nuk bjen. Jeni sigurt, nëse kemi gjykatë kushtetuese apolitike, nuk ka se si të bien gjykatën kushtetuese. Sepse unë thash, kushtetuta thot presidenti është i obliguar të japë mandat. Është i obliguar që të japë mandat. Dhe nëse ka afat 10 ditë, ai brenda atij 10 ditësh me kushtetutë duhet të japë vetëm përgjigje pozitive. Në qoftë se jep, po s'ke nevojë as ta presish, i s'ka dhënë afati dhe ti mundesh lirisht në parlament të vendosish për formimin e qeverisë dhe zgjedhësh qeverinë. Sa jeni ju të sigurt personalisht, ju si deputet dhe gjithë deputetët e tjerë të shkojnë në kuvend duke di që jashtë e keni qytetarë? Si qytetarë? Maqedonasit të cilët po protestojnë. Sa jeni të sigurt? Unë kam frikën vetëm nga qytetarët votues të mit. Është e drejtë kushtetuese e gjithë secilit protestoj. Ashtu siç është e drejtë kushtetuese. Sa institucionet janë të gatshme që juve t'ju ofrojnë një komoditet për të punuar në parlament? E gjithë secilit i cili kushtetuta garanton gjithashtu gjithë secilin që të shkojë në vend pune, i lirë. Dhe institucionet e shtetit, Ministria e Punëve të Brendshme duhet garantoj kushte për të dyja. Tani, e thash edhe një herë, nuk mund ndalin votues të një subjekti tjetër politik që thrasin për ditë dhoma gazi për shqiptarët, që unë shkoj dhe të bëj detyrën tim deputetit të përfaqësoj denësisht shqiptarët. Shqiptarët po e kanë të drejtë, si zgjedhurin e tyre, të mdalin. Dhe në qoftë se do të vinte puna, që ne të shkojmë, pa pikën e më dyshës do të hyjmë në parlament. Nuk kam se kujt t'i friksohem, se në fundit, kur je përcaktuar për të bërë deputet populli, nuk duhet me ndosh për vetën. Je i zgjedhur i tyre dhe duhet t'i përfaqësosh ata. Unë kështu e kuptoj këtë pozicion, të cilin e kam. Dhe besomeni në qoftë se do të ishim rrethana tjera, dhe Maqedonia do të ishte ajo që ne gjithë duan të jetë, e barabartë, njësoj si për shqiptarët dhe për maqedonësit, dhe si për çdo bërësi etnike tjetër këtu. Ndoshta do të merrnim edhe iniciativën për ty atje. Po tani në këto kushte, çfarë institucionesh do mbrojmë ne shqiptarët? Kto që kanë qasje refuzuese, kto që akoma na llogarisin si numra, mbi 20%, poshtë 20%. Ne pe llogarisin veten ashtu? Unë jo. Tani ne, është koncepti i gjerë, ke lloj-lloj shqiptarësh brenda. Siç mund të kesh lloj-lloj maqedonës, ishte lloj-lloj popujsh tjerë. Po çka se pikërisht ne shqiptarët ishim të cilët e vendosëm ato, do thotë marrëveshja e orrit, do thotë 20%. Pse mos jetë gjuha shqipe? Po edhe unë këtu insistoj që të jetë gjuha shqipe, sepse ky definicion për mua është ofendues, është morbid nga një anë. Na kanë shndruar në shifra. Jo, po kjo shifër pastaj është e ndryshueshme. Dhe pastaj mos u habitni me politika që zhvillohen qoftë ekonomike, qoftë në aspektin e sigurisë, në mënyrë që ti dita ditës biesh poshtë 20%. Dhe tani hapët tema, dhe shpesh e thonë edhe analizë dhe politikbërës Maqedon. Duhet bëjmë regjistrim popullsie se shqiptarët tani nuk janë 20%, me siguri kanë rënë mbi poshtë 20%, sepse kanë hikur jashtë. Kjo është e turpshme. Ti të pranosh me gojën tënde që ti ke bët shpos që dikush tike jashtë. Po shpiti kanë këtu. Dhe ne mund të kemi shumë, sepse po ti kemi edhe ato jashtë tu jemi gjysëm, të jenë sigurt. Prandaj them, këto e pranojnë edhe vetë një fakt. Zëselja, erdhe platforma deklarata e partive shqiptare, të cilën dikush e quan platformë, dikush deklarat, mirë po pak me rëndësi është. Me rëndësi janë pikat të cilat janë vendos aty.
sa do t'jenë të realizueshme ato në qeverinë e re, e cila do të formohet kudo që tjetër? Po fatkeqësisht unë kaq fuqi më dha populli që dua ta përfaqësoj shqiptarët, mua, Aleancës për shqiptarët. Në qoftë se ky legjitimitet do të ishte i pa kontestueshëm dhe ne do kishim shumicën. Besomeni që situata do të ishte shumë ndryshe. Do të kishte nevojë për taktizime, do të ishin gjërat qartazi dhe gjithçka në deklarat do të ishte kuptim plote dhe e realizueshme. Në këtë du të them që unë nuk kam autorsinë e tërësishme të kësaj lloji deklarate, bazuar në principin e asaj që kemi thënë gjatë kampanies zgjedhore. Në gjithçka kam premtuar, kam thënë, më jepni një vot më tepër se çdo subjekt tjetër politik shqiptar. Dhe unë të nesërmen do t'i thras në një tryezë të përbashkët të gjithë subjektet politike shqiptare që të koordinojmë veprimet që njëre për gjithmonë të zgjidhen çështjet të cilet janë në platformën e Aleancës për shqiptarët, që kanë të bëjnë me drejtat e shqiptarëve këtu, edhe me zhvillimin ekonomik, edhe me gjithçka. E kam thënë nëse humb, do t'jap përkrahen çdo subjekti politik shqiptar që fiton 100 e parë qeverisë që të realizohet paktën një nga çështjet që kanë platformë, gjuhën shqipe. Dhe nëse se bën, bashkë me popullin do ta bllokojmë parlamentin, sepse nuk duhet lejojmë të mashtrohemi ashtu siç jemi mashtruar këto 25-6 vite. Tani, kush mban autorsinë e kësaj deklarate? Po e mbajnë gjithë ato të cilët në hoqin drejtat me kushtetutën e 91-shit. Dhe kjo deklarat nuk është sjellë në Tiranë ose si dikush aludon. Dikur është sjellë kjo deklarat. Në vitin 1991, kur në hoqën e drejta e gjuhës, e flamurit, e decentralizimi i pushtetit, u centralizui pushtetit lokal komplet. Dhe këto janë autorët e vërtet të nevojës të sjelljes të kësaj lloji deklaratash që tani po rrezikokan tërësinë dhe integritetin territorial të shtetit. Kjo deklarat rrezikon vetëm integritetin e krimit dhe korrupsionit. Asgjë tjetër. Dhe presidenti i shtetit pikërisht këto mundohet që të mbrojë, krimin dhe korrupsionin. Që pastaj, nëse lejon dhe është shumë e rëndësishme funksionimi i prokurisë speciale dhe shtetit ligjor, sepse s'të vlen asgjë pastaj integriteti kur qëndrosh një shtet ose një hapësirë gjeografike në të cilën ligji do t'jetë në duart e bosave të karteleve të drogës. Dhe shembull tillë ke plot në Amerikën Latine e gjithandej. Dhe kanë mundësi njerëzit dhe qytetarët që të shohin se çfarë ndodh me ato qytetarë atje. A kanë lirinë e duhur apo nuk e kanë? Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që nga gjithë përkrahet puna e prokurisë speciale. Nëse ka dyshime që është e politizuar, të ndryshohet, po koncepti i prokurisë speciale të qëndrojë. Apo, që do të luftoj krimin politik dhe korrupsionin politik. Zoti Sela, platforma do të jetë e negocueshme apo e pa negocueshme? Unë për këtë jam deklaruar disa herë. Nuk është e negocueshme platforma. Nuk është e negocueshme. Sepse nuk është që ka diçka që mund negocohet atje. Ku di unë, nëse do të bënim një platformë tjetër që do të shkruar që ja po e marrim gjuhën, që Shqipën ta bëjmë zyrtare, ndërsa maqedonishtën ta heqim nga përdorimi zyrtar. Që të negocojmë pra edhe ne diçka me ta. Se kështu s'është rregull. Është, ku di unë po habitem, është i vetmi përjashtim Maqedonia ku proteston me mijë qytetar kundër të drejtës të dikujt tjetër. Proteston ai për të drejtën e vet. Në ndërkohë që ne 25-6 vite kur s'kemi kërkuar të marrim diçka nga ata. Nëse është e pa negocueshme. Atëherë, jo, mund të jetë e negocueshme në këtë drejtim. Ja po marr shembull tjetër. Është e negocueshme apo nuk është? Nuk është negocueshme. Nëse nuk është e negocueshme, si do të bëhet shqipja, gjuha shqipe do thotë gjuhë e dytë zyrtare pa ndryshim të kushtetutës? E keni deklaratën aty. Po, e kemi lexuar. Deklarata në fund thotë që fundit deklarata ka të bëjë me marrëdhënien ndërmjet subjekteve politike shqiptare. Dhe ne në fund themi që zotohemi të japim përkraje ndërsjellë për këto çështje. Dhe këto çështje në këto dhe në zgjedhjet e radhës. A është kështu në deklaratë? Kështu që nuk është vetëm për një afat caktuar kohor.
mirë është më u lexu si tërsi dokumenti. Dërsa për mua shumë e rëndësishëm te deklaratë është ndryeza e partive politike shqiptare. Ta marrim në tërsi E cila ka drejtën që edhe sjell deklarata, sjell strategji dhe gjithçka, dhe çështje tjera të kalohen në plan të dytë. Dhe ne mos ma keq kuptoni atë s'është e negocueshme. Unë jam për të shtuar edhe deklaratë. Ne nuk kemi pse japim gjymtyrët tona akoma, sepse këtë kërkojnë tjerët, që ne t'japim gjymtyrët tonat. E keni nënshkruar deklaratën, mirë po tash po kërkoni të çtohet diçka. Pse nuk e keni hartuar si duhet një herë, pastaj të nënshkruhet? Unë thash, unë jam i treti që kam nga radha si pesh vote. Nëse do isha i parë, do të ishte shumë ndryshe. Për mua e rëndësishme është ajo tryeza e partive politike, e cila duhet jetë organ që frymon, jo vetëm një organ që shkruhet në letër atje. Ne kemi nevojë të koordinojmë veprimet politike bashkërisht. Ku di unë edhe dje dhe sot, kemi nevojë çdo ditë t'i bëjmë këto gjëra. Unë me këtë gjuhë kam folë prej 2014 dhe nëse deklarata për mua s'është e kompletuar si duhet dhe duhet plotësuar akoma, këtë drejt ka tryeza e partive politike. Por strategjia e një deklarate dhe një takimi përbashkët, një forumit përbashkët subjekteve politike shqiptare, mban vullën e aleancës për shqiptarët. Ju e dini, unë ndiqni edhe fushatën, unë kam folë gati në çdo tubim me këtë gjuhë. Se kjo platformë nuk u prit një zëre do thot nga të gjithë shqiptarët. Ka pas edhe opinionista, por edhe parti politike shqiptare, të cilat janë deklaruar larg kësaj platforme për shkak se nuk i përputhsha do thot ato interesat shqiptare. Dhe pastaj thonë që ta heqin të deklaratën se mos na prishet rehatia. Të zgjedhet shteti i së drejtës, po të njëjtët. Dhënë, kjo është e dhimbshme nga ana tjetër. Zëra të tipit që për hir të situatës të tërheqim deklaratën. Që janë këto lojra. Nuk kemi nevojë të tërheqim deklaratën, nuk ka nevojë deklaratën ta marrë LSDM-ja. Po, LSDM-ja mund t'ulet, ose VMRO-ja, kushdo qoftë, mund t'ulet dhe diskutojnë për këtë temë. Gjua shqipe, zyrtarizimi, nevoja e zyrtarizimit saj nuk lindi me nënshkrimin e deklaratës. Po ka ekzistuar prej se na është marrë kjo drejt. Apo, dhe unë përsëri do të dalë do të insistojnë ndryshime kushtetuese. 120 deputet do të ketë Maqedonia. A janë gjysëm, VMRO LSDM, ose 1/3 VMRO LSDM dhe shqiptara, si do t'jenë? Çdo 120 deputet do t'jenë. Dhe shqiptarës do t'i kenë 82 për të bërë ndryshimet kushtetuese. Ndërsa maqedonësit do duhen të zgjedhin unë këtu duhet të shoh sinjalin. Kush janë këto subjekte politike që kanë ndryshuar mendsinë? Ne i dim, po të shkojmë në të kaluarën, si njëra si tjetër. Bile këto tani kanë më tepër fajin ndoshta. Edhe se VMRO-ja. Po tani këto thonë ne jemi ndryshuar, unë du ta shoh sensin tani. Nishanet e ndryshimit këtyre. Dhe nuk kanë nevojë të merren këto me ligjin, a është konform kushtetutës as është. Ti bëjmë bishta ligjit, dhe nuk do ta lejoj një gjë të tillë, që ti bëj as Zoran Zaevi, as LSDM-ja, sepse unë du të shoh gatishmërinë e këtyre dhe për ato që thonë vetë, që ne kemi ndryshuar, si jemi ata që jemi. Zoti Sela, do të ndryshoni... Dhe ashtu siç punojmë ore çast, që ndryshoj qasje politike edhe VMRO DPMN. Unë e kam thënë shumë qartë. Nuk bëj koalicion me VMRO DPMN përderisa udhëheqin kampanjë kundër meje, kundër gjuhës time. Dhe këtë qasje unë mendoj që duhet ta ketë çdo subjekt politik. Lerni politikrat. Ato do duhet të nështrojnë një proces si të mirëfillt reformash brenda për brenda vetes. Nuk kam drejt të azjedh kryetaret atyre, po qasjen politike le ta ndryshojnë, se unë fundit s'kam asgjë kundër ndonjë partie politike. Në aspektin e një provenience, ne jemi partia e qendrës djathtë njësoj siç është VMRO-ja. Por është e ulët që të merren me ne gjatë gjithë kampanjës zgjedhore. Zoti Sela, azotoni para opinionit të gjerë shqiptarë, do të thotë se ju do të ndryshoni këtë 20% dhe mos të shkruan në kushtetutë 20%, po të shkruan do thotë gjuha shqipe. Unë do të punoj për këtë, po tani nuk janë mundësitë. Momentin që do të marrë legjitimitet, patjetër se do të ndryshojë edhe kushtetuta, dhe amandamenti 5 i kushtetutës duhet të shndrohet vetëm një fjali.
në Maqedoni gjuhë Shqipe... Një shqipe... legitimitet do thot në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kur do që të bëhen ato? Tash do thot do të hynin në qeveri ashtu. Thash që nuk kemi vendim Nuk për keni të qeveri vendim. akoma. Nëse hynin në qeveri, do thot do të hyni pa ndryshime kushtetuese, apo? Po, ndryshimet kushtetuese bëhen me 2/3. Po, që nuk janë numrat. Unë tani kam 3, nuk kam 2/3. Po. Apo? Do të mos i nuk e keni për të bërë dhe do të qëndron... 2/3 nuk është 2 ose 3, janë 81 deputet. Sa shqiptarët do të jenë të kënaqur me ato ndryshimet kozmetike ligjore, do Nuk thotë janë ndryshime, dëgjoj, nuk janë ndryshime vetëm kozmetike ligjore. Shkupi i gjithë duhet të jetë dëgjuesor, në tabela dhe në gjithçka. Apo, në organet e pushtetit qendror dhe lokal. Në qeveri dhe në parlament. Dhe jo vetëm e folur, por edhe e shkruar. Kishte një propozim ligj, në të cilën disa propozime, këto ka pranuar edhe Vëmëroja, propozim ligj për të ndryshuar. Ju nuk jeni taku me Vëmëron, Jo, përkujt? po jam informuar nga eksponentë të cilët bënin takime. S'ka asgjë të keqe këtu, më është dërguar ligji që diskutohet. Dhe në këtë ligj do duhet të shfrytëzohet maksimumi që lejon kushtetuta. Dhe duhet kalohet nga definicioni mbi 20% në definicionin gjuhë shqipe. Dhe këtë mundësi e lejon kushtetuta. Tani duhet të them vërtetën, kur kam pyet një ekspert kushtetuesis në telefon pa të thënë që po lejohet, nga definicioni 20% kalohet në gjuhë shqipe, në televizor thotë s'lejohet. Dhe krijon që kemi edhe këto probleme. Nuk e paske pyet njërin e besueshëm pra. Po pra, shqipe pyeta. Disa unë nuk kam pronësi mbi gjuhën shqipe më tepër se sa ketifit. Po. Edhe gjithë secili shqiptar. Absolutisht. S'kam drejtën ta thra. Zotri Sela. Edhe drejtën për ta mbrojtë njëjtën, apo. E kam njëjtë si unë edhe ti. Analistët politik kanë thënë se platforma shqiptare e këtyre 3 subjekteve politike doli për ta ulë çmimin e disa subjekteve të cilat gjatë zgjedhjeve dolën me premtime, do thot megalomane. Shtet binacional, ndryshime kushtetuese, bla bla bla, dhe dol platforma për t'i ulë këto. Po mund këtë pas edhe një tendencë këtil, po ja unë po të them që unë nuk kam marrë legitimitet. Kur të marrë legitimitetin, unë do të bëj deklarat tjetër. Që nuk cënon lirinë, as një tjetër, as një qytetari. Njohësit e mirë e politikave thonë se nëse du të gjesh dikë mes Mendu Thaçit dhe Ali Ahmetit është pikërisht Zjadin Sela. Për shkak se Mendu Thaçi ka retorikën e Zjadin Sela ka retorikën e Mendu Thaçit që i shpreh shumë mirë dhe ka retorikë, vokabularin do të thotë ato tashpër se e ka pas, se e ka lideri i PDSH-s, ndërsa lun në kartën e nacionalizmit sikur Ali Ahmeti. Pranoni këtë definicion ju? Dhe më thënë, unë jam diçka e ndërmjet me ndërmjet e lidhë me ndujt. Pikrisht. Jo i lustë kërkojnë falje, sepse kam bë ofendim të rëndë. Pse luaj në kartën nacionaliste? Nuk luaj në kartën nacionaliste. Ato të cilin e luajti Ali Ahmeti disa vite. E cila është kjo kartë nacionaliste? E dini ju mas mirë. Po nuk ka shqiptar nacionalist, fitimi, insistoj. Si quhet kjo rruga ku e keni televizionin? Ku di unë, gjej një rrugë në Tetov që mban emrin shqiptar. Zoti Sela, ja po u them, keni potencu, do të ligji për branitellat keni potencu, do ta kemi atë, do thotë edhe pas emisionit, do të shohim disa segmente më interesante të fjalimit tuaj në parlament, keni thënë se do ta kallim parlamentin, për të ligji branitellave ishte. Tjetra, keni deklaruar se shqiptarët janë etnitet, disi, mos ta citojnë ashtu, do thotë etnitet falcë. Shqiptarët? Jo, Maqedonasit, më falë. Po, shqiptarët kanë ndihmuar, do thotë Maqedonasit të ndërtojnë etnitetin. Pse s'është e vërtetë kjo? Nuk e di. Mund të hyjmë edhe atje. Do të thirrim historianët dhe ta tani rreth e rrotull, ja po va them edhe unë. Rreth e rrotull. Zotri Sela. Tani po gjigjem edhe. Po,
Shofim do thot atë politikën eurointegrimeve, do thot një politikë këtë ndryshe ta marrim të integrimeve për shkak se shqiptarët 99% janë të interesuar për një politikë evropiane. Maqedonia Ku eurointegrimeve? Maqedonia tec do thot Ku të eurointegrimeve? integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Si janë integruar shtetet tjera? Mendoni që me kartën nacionaliste mund ta integrojmë Maqedoninë në këto dy struktura të shumë të Të rëndësishme? gjithë shtetet që janë pjesë të Bashkimit Evropian janë aty me kartë nacionaliste. Janë si identitet kulturor dhe nacional brenda. Dhe Bashkimi Evropian është diversitet kulturor dhe gjuhësor. Dhe ne nuk jemi nacionalistë me një i shtet vem. multietnik siç është Maqedonia, mund zbatohet Ku ajo është ky shtet multietnik? Ku është shef? Vetëm në nevojat e protestës së VMRO-DPMNE-s dhe këtyre kuqeverdhve. Këtu qenë ka tani Maqedonia shumë etnike. Apo? A Maqedonia, pse nuk ka shumë etnike të paraja? Përshkruan vetëm me një gjuhë. Apo? Si qenë ka Maqedonia shumë etnike kur politikbërja maqedonase refuzon me ngulm, me këmbgulje. Dhe ty ta lënë një definicion për gjuhën që është shifra, definicion që ka qenë në kohën e mbretërisë serbo-kroate slovene. Po nuk na kanë lënë maqedonasit, ne e kemi lënë vetë këtë. Pse kemi pranuar atë që të jemi me numër? Unë kur bëj përpjekje për të bërë një gjë tillë, ju me njeri përgatitni nofkat, nacionalizëm këto ato. Jo, mor jo. Nuk je nacionalist kur shqetësohesh për fatin e fëmisë tënd dhe për ardhmërinë e fëmisë tënd nesër. Apo. Nuk është e vërtetë kjo. Sepse ne mësojmë fëmijët tonë, mësojnë në shkolla që janë 100% me nxënës shqiptar. Dhe pastaj emri është në emër slavi. Unë pas kam thënë unë që kemi ndihmuar të ndërtojnë identitetin. Po më e vërtetë është. Po ja shihni rreth e rrotull. Me cilin fqinj nuk ka problem Maqedonia në aspekt identitetit. Me Serbin ka kishën. Me Greqin ka emrin. Me Bullgarin ka gjuhën dhe identitetin. I konteston në e gjë Shqipëria dhe shqiptarët tyre? Jo. Unë kam thënë që kanë ardhur shekullit 6 dhe 7, po kështu është, to janë faktet historike, historiografia të cilën këto vete kanë bërë, nuk ka imponuar dikush tjetër. Zotri Sela, insistoni ta merrni mandatin Dhe tjetra, të shqiptarët. fal. Tjetra, që është shumë e Si do të rëndësishme. negocioni me partitë maqedonase me këtë vokabular? Cili është ky vokabular? S'marr vesh. Atë do thotë që ju ta kontestoni çdo herë, do thotë flamurin e tyre, stemën e tyre, identitetin e tyre, shtetin e tyre, ndërsa nga tjetra anë. Po ky është problemi, sepse unë po them që nuk është i tyre. Duhet bëhet i joni, i përbashkët, i tyre, shi sa mirë thua. Dhe më thënë, me pa vedije thua që është pas ka një shtet që është... vedije, po thamë. Pra i tyre, apo? Po dhe? Po ne qa bëjmë të? Po ju të regona një që po bëjmë. Po mirë, pra ti thua e tyre. Unë du të bëj një koncept që tjetë e jona, e përbashkët. Po jo me këtë vokabular, zotri Sela, se nuk po pranoheni tek politika maqedonase me këtë vokabular. Pas nuk du të pranohen të ata. Po atër, si do të bëni një koalicion, po supozoj me VMRO ose me SDSM? Po pse do duhet t'jesh i dëgjuar dhe i përgdheluri i tyre që të bësh koalicion? Të tillë politikanësh që janë të përgdhelur të Gruevskit ose Zajevit, shqiptarëve nuk u duhen koalicion, harroj. Sepse ato do të vazhdojnë përgdhelur të jenë tyre dhe pastaj nuk do të hedhin syt të votuesit prej ku kanë marrë votet. Prandaj nuk na duhet ashtu lloj qasje. Qëndrimi ndërkombëtarëve në politikat e juaja, kështu do thotë të ndara disi në një farë mënyre. Po ndërkombëtarëve nuk u shplajt truri aq lehtë siç u shplajt dikujt tjetër. Deklarata ime për parlamentin është dhënë kur, cilin vit? 2006. Jo, 2006 nuk është. Është 2012. Apo 2012. Po, 2012. Dhe e kam thënë këto ku nuk respektohej asnjë rregull as asgjë. Kur i kujtohesh se ka pas një deputet Velo që thente rregulloren e parlamentit dhe i shkurtonte diskutimet e deputetëve si të kujtohej atij. Dhe këto e pranonte shumica. Dhe ja ku po del ajo që kam thënë unë. Ose merren deklaratat e mia, të cilet janë dhënë në fillim të fushatës, që unë jam kundër, pra po qëndroj të njëjtën. Dhe tani po shfrytëzohen për të bërë këtë propagandën e madhe VMRO-DPMNE. Kundër Selës e kundër për t'ju dhënë motiv. Domethënë, e kam thënë, bëhet fjalë për një fenomen të ri politik që quhet politik post-faktike. Që as pak smerret me të vërtetën ose post-vërtet. Me faktet, por thjesht ka për qëllim nëpërmjet medias të shplajt truri njerëzve
Dhe as pak kërkush mos merret me esencën e problemit cili është. Esenca e problemit është këtu. Ka njerëz të cilët i kanë marrë paratë qytetarëve dhe duhet përgjigjen në burg dhe ato paratë u kthejnë qytetarëve. Dhe këto njerëz, pa marrë parasysh që mund të jenë pronar televizione, se çfarë mund të jenë. A mund të jenë kryeministra, dhe duhet përgjigjen si çdo qytetar tjetër këtu në Republikën e Maqedonisë. Por kjo s'do të thotë që ne duhet t'i lejmë çështjat e hapura, të cilët i kanë shqiptarët, dhe kjo është ndërkombëtarisht e konstatuar. Ne kemi dhënë kohë paqes, marrëveshjes së Ohrit dhe e njëjta nuk është implementuar dhe është trembruar, edhe në formë dhe në gjithçka, dhe ne nuk mund të presim pafundësisht që të presim prioritete dhe prioritete tjera, sepse vlerësojmë që bashkarisht mund shkojnë edhe kthimi i shtetit të së drejtës, ose ndërtimi, se s'ka pas ndonjë shtet të së drejtës për shqiptarët, edhe ndërtimi i shtetit të së drejtës, por edhe drejtat kolektive të shqiptarëve. Dhe mirë ai politikan shqiptar, i cili del dhe sot thot, ka edhe të tillë, që flet shqip, se sa është vepron për këtë çështje është çështje tjetër, dhe thot, po ne tani prioritet kemi shtetin e së drejtës, këto çështje i lëmë në plan të dytë. Por pse duhet çështjet tona të ngelin çdo herë në plan të dytë? Pse? Ne nuk po them, unë nuk po kërkoj diçka të marrë nga të tjerët. E respektoj të tjetrit. Në aspektin e identitetit, shkurt e shqip. Ajo është thënë në nëntor, kur dhe ka qenë përgjigje e Stojan Çangellovit për tezat e tij që ne shqiptarët jemi të ardhur këtu dhe jemi poshtë 20%. Unë nuk jam nga ato që hesht kur dikush më akuzon dhe ta përplas të vërtetën sy. Cili është mendimi im personal për identitetet e popujve? S'kam qasje refuzuese ndaj asnjë identiteti. Çdo kush ka drejtën e vet përcaktimit dhe zgjedhjes së identitetit të tij. Maqedona sot a ka, po ka sot Maqedonës, sepse të tillë ndihen, kanë ndërtu, edhe pse u konteston dikush gjuhën, unë them që e kanë gjuhën e tyre, që dallon nga gjuha bullgarishte, paktën unë që kam probleme kur flas në bullgarisht, se ne marr vesh të. Tani, a hyn këtë dialektet, a çfarë hyn është çështje tjetër, e vërteta tjetër është kjo, që gjuha maqedonase sot është pjesë e dialekteve të slavëve, apo, të popujve slav, çka këtu bëra në krimun. Kjo është e vërtetë. Apo? Pse po mundoni, nuk jeni historian, mirë po pikthejeni shumë historisë. Po nuk i kthehem unë historisë për sqaru këtë aktualitetin, ta mbaroj, ta pastroj këtë dilemë. Se kjo merret pastaj për nacionalizëm, apo? Dhe ti ke drejt, nëse fitimi më thot mua jam kinez, çfarë të them unë ty? Si e? Po drejta jote të përcaktohesh çfarë duash në fund. Zoti Sela, ka kërkuar, keni pas takime do thot me liderin e LSD-s, ka kërkuar që të ndryshoni atë qasjen politike pak juajën. Në çfarë do? Mund ta kërkoj ai këtë, se unë nuk e lejoj njerëzit të më kërkojnë mua të ndryshoj qasje politike. Për shkak se kjo po gjen atë revoltën tek Maqedonës si çdo. Në momentin që unë do të rregulloj veprimet politike, sipas apetitave të Zaevit, të Aliut, të Gruevskit, apo ku diun ndonjë dikujt tjetër nesër. Atëherë nuk jeni aleancë. Nuk do ta shihni zgjedhjen selën politik. Më mirë do e leje dhe do ik. Dhe nuk ja lejoj dikujt të vi dhe të përmirësoj veprimet e mia politike. Sepse janë drejta, s'janë të orientuara kundër kërkujt, por janë për të ndërtuar një ardhmëri ashtu siç duhet, barabartë me dinjitet për gjithë popujt tonë në Maqedoni. Sa janë të krahasueshme politikat e juve dhe të zotrit Zaevi, për shkak se ai thirret do thot një politikë multietnike për shoqëri të hapur për gjithë etnitetet. Kush nuk e thot këtë? Nga ana tjetër do thot deklaratat e juaja kanë nxit pak tensione tek Maqedonësi. Këtë dilemë po duhet ta pastrojmë. Sa janë këto dy politikat e ju, dy liderëve do thot përputhta njëra me tjetrën që mund gjeni një gjuhë të përbashkët për një qeveri. Ne kemi gjuhën e përbashkët. Ne kur themi barabartësi, kjo është gjuhë e përbashkët. Ne nuk themi që askund nuk themi që shqiptarët shtypin popujt tjerë. Ja, po bëj një kthim, e përmend e parë shtetin binacional. Realisht mendoj që ndoshta duhet menduar më mirë. Ne nuk mund të shndrohemi njësoj si ata që i luftojmë sot. Ku diun, nuk do të ishte e mirë një ca popull që janë vegjël për qëllime politike që janë fund për preambull të kushtetutës. Vetëm e vetëm që tulet kjo dhe shqiptarët barazohen me këto popujt e vegjël që janë këtu në Maqedoni. Shqiptarët janë populli i dytë, pretendojmë që jemi të parët. Jemi në numër aq sa të kemi meritojmë të drejtën e shtetëformësisë.
që është koncept bolshevik më tepër dhe perëndimi se kupton këtë. Me drejt, po ja, po përmend edhe unë, nuk e përmend se. Shtetëformësia vlerësohet kur shifen ke tabelat e gjithçka, nuk ka nevojë të jetë diku e shkruar që je popull shtetëformos. Atëherë nuk është mirë që ti të heqish, marrish drejtën të heqish nga preambulat, sa popull që janë 1%, 2%, që kanë arrit një drejtë. Sepse unë vlerësoj që drejtat nuk kthehen mbrapa, ose nuk pësojnë regres. Po drejtat çdo herë duhen avancuar. Çdo populli nuk mund t'i merren të drejtat, duhet t'i avancosh të drejtat. I avancon ai vetë për veten e tij. E tani është e dhimbshme kur, sidomos ja me këto protestet që dalin edhe një parti turke, një politikan, po them, turk, dhe del kundër deklaratës përbashkët, del kundër gjuhës shqipe. Ai zotëria nëse ka një drejtë sot, që punësohen më tepër turq se sa para 2001-shit, e ka si rezultati atij përfaqësimi drejt dhe adekuat. Dhe të ketë kujdes, qoftë edhe komunitetet tjera, po edhe Maqedonë. Kërkush nuk duhet t'i thotë ato gjëra. Të ketë kujdes kur del kundër gjuhës shqipe, se shqiptarët e kanë paguar me gjak të drejtën e atij sot që i garantohet mbas marrëveshjes së art. Dhe shqiptarët do t'i paguajnë edhe me politikë dhe me konzistencë, përsëri edhe ato do e gjejnë veten ke këto deklaratë. Ke kjo deklaratë, e vetme gjë që unë kisha dilemat e mia, ishte edhe kjo dënimi i gjenocidit 1912-1956. Po kur shoh se çfarë ndodh sot, dhe dëgjoj politikan edhe gjithçka, që thonë nëse duan drejta shqiptare, le të shkojnë të realizojnë në Shqipëri. Apo, në atë periudhë ka qenë Turqi. Apo. Kur del dhe dëgjon protesta, dhoma gazi për shqiptarët, jo, duhet bëhet dënimi i gjenocidit 1912, 2017. S'ka ndryshe. Ne vazhdojmë jetojmë në një situatë, patjetër këtu në Maqedoni. Duhet votuar një ligj që dënon gjuhën e urrëties dhe racizmit. E shprehur kështu direkt, dhoma gazi. Njerëz të tillë mund mendoj që nuk e meritojnë lirinë dhe duhet të jenë në dhoma burgu, pa gaz, kupton. Zoti Sela, për fund do thotë nuk jeni takuar akoma me ish liderin tuaj, do thotë të PDSH zotri Mendothoçin, ndërsa disa analistë politik kanë shtruar edhe tezën se në zgjedhjet lokale mund t'i shohim aleancën për shqiptarët dhe PDSH-n bashkë në zgjedhjet lokale për ta shpëtuar atë partitë të cilën e ka themeluar Arber Xhaferi. Sa janë këto pohimet sakta? E vërtet është që unë nuk e kam takuar zotin Thaçi. Prej 2014 kur kemi bandarin. S'keni bërë insistim asnjëherë që takoheni? Jo. Po tani jo. Pak jo, nëse më kujtohet jo. Nuk kemi bërë me insistim. Ka pas një. Për shembull kur e thirrëm tryezën e partive politike shqiptare që e thirra këtu te Hotel Arka, unë i kam çuar ftesë edhe zotit Thaçi, si një ndër kryetarët, po ai nuk erdhi, që ka deputet në parlament. A jam unë për bashkimin e PDSH-s? Po jam. Kam qenë çdo herë, jo vetëm tash. E them shumë publikisht. Unë kam kërkuar edhe 2015 më duket. Atëherë ka qenë kongresi i rregull, po mendoj e bëri 2014 shpejt, kur nisëm ne veprojmë në teren, ai bëri kongresin shpejt. Kishit preferuar më shpejt të ktheheni si lideri i PDSH-s apo të zgjeroni këtë koalicion që e keni edhe me PDSH-n? Tani është pyetje direkte që vjen të cila është e pamenduar. Unë jam, kur s'kam thënë që nuk jam antar i PDSH-s. Kush e dha goditin PDSH-s? Jo apo politikat e tyre të gabuara? Kam dashur që mos keq përdoret vullneti i PDSH-s, të cilën e keq përdori kryetari i saj, zoti Mendothoçi. PDSH-ja ka një elektorat i cili është i vendosur, i cili nuk bën kompromise me çështje të cilët kanë bëjnë me ne, apo. Dhe ky lloj elektorati patjetër se duhet ruajtur në të ardhmen. Sepse aty nuk e ke njerëzit që janë gatshëm që, dëgjoj, për çështjet për hir situatës politike atë po heqin dorën nga vetveti. Nuk është e tillë PDSH-ja, kur s'ka qenë. Prandaj njerëz nga ana tjetër PDSH-ja nuk është vetëm një vul. Nuk është emri i një kryetari partie. Nuk është as emër partie. PDSH është mbijetesë dhe rezistencë e shqiptarëve në të gjitha periudhat e okupimit tyre dhe në gjitha sistemet.
PD-SHE ka lind si rezultat i vujtjes së një pjesë të shqiptarëve nëpër burgjet e ish Jugosllavisë. Dhe prandaj them, PD-SHE është vlerë, e cila është gjallë dhe frymon në kuadër të LRPDSH-s. Edhe në kuadër të një pjesë të antarësisë të PD-SH-s, dhe unë mendoj që do të ishte shumë gjë e mençur që PD-SHE të bëhet bashkë. Cela sigurisht se na kanë mbetë edhe shumë pyetje, po u përgjigj mirë, po shpresojmë që në ndonjë emision të radhës të kemi edhe të bashkëbisedojmë edhe për aktualitete tjera politike, për të cilat nuk patëm ndoshta mundësi për të biseduar për shkak se interesi i madh ka qenë. Shumë pyetje kemi përgatitur, mirë, po kjo është koha e cila na premtoi. Unë ju falenderoj edhe një herë nga zemra, do thotë që ndajtet kohë dhe erdhe këtu në televizionin Nova Studio Hapur në gjuhën shqipe për t'ju drejtuar shikuesve shqiptar. Faleminderit për ftesë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur në këtë mini intervistë, ta them të ashtu, me liderin e Aleancës për Shqiptarët, zotrin Ziadin Sela. Unë ju falenderoj për vëmendjen, takim të radhës ju lë të shtunën e ardhshme me fillim në orën 18. Deri atëherë, mirëmbëngjes.